E papritur surprizë në Big Brother VIP, Loredana rrezikoi të nxjerrë jashtë partnerin Jozin. Ja detajet. Ndërka gjesti nga ana tjetër me surprizën e papritur pas debatit me Eglin. Spektakli i fundit në Prime nxorri një nominim ndryshe, ku banorët u ndanë në grupe duhet të votonin për njëri tjetrin për të shkuar në televotim. Në një nga grupet më të përfolura, Loredana Brati votoi ish-partnerin e saj Jos Markun për të shkuar në nominim për të dalë nga shtëpia, gjë që shkaktoi debate brenda shtëpisë. Pas spektaklit, Gerta Gexhari kërkoi llogari për vendimin e saj, duke quajtur të pabesueshëm teksa ajo përmendi emrin e Jozit. Pavarësisht lidhjes së kaluar, ajo tha se Jozi asnjëherë nuk të ka hedhur poshtë. Loredana u mbrojt duke thënë se Jozi e ka sulmuar e ka shpifur ndaj saj gjatë qëndrimit në shtëpi, teksa tha, ai më ul çdo ditë, më mirë mos ta bënte. Megjithatë, teksa Loredana dhe Jozi pretendojnë se janë miq, tensionet e tyre duket se vazhdojnë dhe se nuk janë askund afër romancës që kishin në fillim të emisionit. E një lajm tjetër vjen edhe nga Gjesti dhe Egli, teksa pas mbrëmjes së fundit ku pat një përballje të fortë si në Prime, por edhe pastaj Egli e ka akuzuar gjithë këto ditë pas rikthimit se i kishte dhënë shpresa të kota. Ajo tha se nuk ka qenë i sinqert me të, ndërsa Gjesti e ka mohuar kategorikisht duke i thënë se kishte prerë qartë raportin midis tyre. Debati i tyre ka shkaktuar reagime të shumta, përfshirë edhe opinionistët në studio, teksa pas këtij tensioni Gjesti ka marrë një surprizë të papritur nga jashtë shtëpisë. Një parashut me një mesazh inkurajues ka fluturuar mbi shtëpinë e Big Brother VIP, duke i dërguar atij një sinjal mbështetës. Parashuta shkruante: "Zemrat që të ndjekin rrahin bashkë me ty, mos u ndal, ka puls", teksa thërriti emrin e Eglit si për ta ironizuar.